Të jesh prind është një udhëtim i bukur, por kur fëmia yt ka nevoja të veçanta, ky udhëtim bëhet një betejë e përditshme. Sot do të njohim historinë e një nëne që ka zgjedhur të jetë edhe mbështetja më e madhe e djalit të saj autik. Elona Kida, nëna e Ergi Kidës, e kuptoi se diçka ishte ndryshe kur djali i saj ishte vetëm 2 vjeç. Në fillim, mendoi se ishte thjesht një fazë, por me kalimin e muajve, shqetësimi u rrit. Kur mori diagnozën e autizmit, djali ishte 2 vjeç. Në fillim kur e kemi kuptuar, domethënë u tronditëm se nuk dinim për këto probleme. Pavarësisht sfidës, ajo nuk u dorëzua, kërkoi ndihmë, u informua dhe filloi terapi të specializuara për djalin. Dhe qendra këtu ka qenë shumë ndihmë e madhe dhe ne në shtëpi të gjithë si familje ndihmojmë shumë dhe shoqëria, domethënë dhe në kopës, në shkollë, dhe fëmijët e afrojnë shumë, e ndihmojnë shumë dhe ai ndihet i kënaqur. Elona ka një mesazh për prindrit. Gjithmonë prindrit, ata që se pranojnë për fëmijë, gjithmonë duhet ta pranojnë, se po nuk e pranove, nuk e ndihmon do fëmijë dhe e përkeqëson situatën më keq. Autizmi nuk është një pengesë, por një mënyrë ndryshe për të parë botën, dhe për këtë nënë çdo ditë është një sfidë, por mbi të gjitha një mundësi për të treguar se dashuria dhe përkushtimi nuk njohin kufi.